Pas disa vitesh emigrimi, Erviz Gjihani zgjodhi të rikthehej në Pojën të Maliqit për të investuar në vendlindje. Ai u përkushtua bujqësisë duke orientuar aktivitetin e tij drejt kultivimit dhe grumbullimit të bimëve aromatike e medicinale. Bima ka një shtys më shumë, domethënë sepse ka edhe fitimin e ka më të madh, edhe tregu është më i lirshëm. Merremi me cianin, kalandulën, qumështoren, mullakën dhe rodhjen. Gjëra që i kultivojmë vetë. Kurse që mbledhim, grumbullojmë nga populli, janë edhe siç e shikoni shpendra. Është sezoni tani që po i marrim, po i mbledhim. Një prej bimëve që grumbullon në natyrë është shpendra. Pas grumbullimit, ajo përpunohet dhe thahet për të bërë gati për treg. Produkti përfundon në tregjet europiane dhe amerikane, duke i siguruar fermerit të ardhurat të kënaqshme. Brenda Shqipërisë është një pakicë e vogël që mund të ikë, kurse gati 20%, kurse mbi 80% ta themi është jashtë shtetit, duke filluar që nga lart ta marrim që nga Amerika e duke zbritur gjithë vendin e Evropës. Gjermani, Hollandë, Suedi. Kërkesa në rritje për bimët medicinale dhe mundësitë e eksportit i kanë dhënë aktivitetit të tij një perspektivë të qëndrueshme ekonomike. Po varion shpendra varion nga 150 deri në 200 lekë të reja. Dhe është mirë të themi se është gati merr 2500 deri në 3500 lekë të reja në ditët. Nga emigracioni tek toka e vendlindjes, historia e Gjihanit është një tjetër shembull i fermerëve që po zgjedhin të investojnë në prodhimin vendas, duke i dhënë vlerë një prej pasurive natyrore të zonës së Maliqit.